Sali Berisha është shtrirë në rrugë dhe ka penguar ndryshimin, qarkullimin e çdo gjëje. Që gjërat të vizin duhet prodhohet një opozitë e re, një alternativë e re qeverisë. Nëse do të kemi një alternativë të re qeverisë, një opozitë të re që do të ketë frym tjetër, të rinj, ide tjetër, mentalitet tjetër. Dhe rrjedhimisht përballë një qeverie kaq të konsumuar, kaq të lodhur, kaq të korruptuar, me kaq shumë skandale, me kaq shumë pakënaqësi, sigurisht që do ta mund lehtësisht. Problemi është që Berisha ka penguar që të krijohet kjo lloj opozite sepse thotë me mua se s'ka opozitë fare. Domethënë ai ka marr topin, ka vënë nxjerr fikën dhe thotë unë çaj topin dhe për ndryshe s'bëhet loja. Dhe atëherë vazhdojmë luajmë kështu si jemi dhe do vazhdojmë luajmë kështu për sa kohë tjetë Berisha këtu, domethënë ose për sa kohë nuk do dalë një parti tjetër që do mund Berisha t'ia marrë gjithçka Berishës apo një forcë brenda PD-s ta përzër atë nga opozita apo ta lënë në cepë dhe kjo forcë sepse gjithë thonë që mund të dalë, domethënë në teori gjithë janë të qartë çfarë duhet. Po. Ne ta bëjmë pak analizën, domethënë me këmbë në tokë, a ekziston një potencial i tillë brenda Partisë Demokratike sepse ne dim, kemi panorama është e qartë, 50 emrat që do të hyjnë në kuvendin e ri. Nga këta, preti të dalë dikush kundër Berishës? Vështirë se del, gjithçka mund ndodh, po unë besoj që jo për momentin, paktën sepse Berisha ka grumbulluar rreth vetes vetëm besnikët e vet. Edhe listën që bëri, nuk ndoqi primare, nuk ndoqi asnjë parim, ndoqi listën që bëri për kandidat për deputet. Pra hartoi një listë deputetësh, të cilët ti kishte rreth vetes kur të humbte zgjedhje për ta mbrojtur, për të mos i kërkuar largimin nga politika. Nga ana tjetër, të gjithë ata që ka rreth vetes janë njerëz të cilët nuk luftojnë për të mundur Ramën dhe për të sjellë PD-n pushtet, por luftojnë që të kenë një karrige në parlament dhe këtë karrige nuk rrezikojnë duke sulmuar Berishën, por e mbrojnë karrigen duke mbrojtur Berishën sepse Berisha ja ka thënë Berisha ja u merr dhe ata nuk rrezikojnë ta humbin këtë. Dhe nga ana tjetër, Berisha ka bërë një gjë që ka komprometuar gjithë elitën e Partisë Demokratike duke i shantazhuar ata duke zgjedhur. Është pak paradoksale kjo, se elita s'është elitë nëse kompromentohet pastaj. Sigurisht që s'është elitë, janë thjesht një tufë oportarësh, të cilët janë aty për të shërbyer liderit, për të shërbyer mbretërit e tyre. Elita e Partisë Demokratike, njëra pjesë është totalisht pra nuk gëzon asnjë lloj përkrahje për mbështetje në masa dhe gjëra, apo nuk ka vota. Por është aty vetëm se është besnike ndaj Partisë Demokratike, kemi parë njerëz për tyre të cilët e lavdrojnë Berishën, sigurisht perëndi, sigurisht profet, sigurisht njëri thoshte që është si Mahatma Gandhi, si Muhamedi, si Krishti etj. Dhe sigurisht që këta pa Berishën këta vdesin politikisht, nuk kanë asnjë lloj aksioni të tyre personal. Nga ana tjetër kemi disa të tjerë të cilët ishin tek Basha dhe bën tradhtinë e madhe, dolën nga Basha tek Berisha. Dhe në momentin që bën këtë ka përcyen në Ylberin, sigurisht që këtu i kanë lënë të gjithë kredencialet në mes, në doganën midis në doganën e Ylberit midis Bashës dhe Berishës, dhe në momentin që kanë dalë këtu janë të zhveshur tashmë nga kredencialet politike dhe nuk janë njerëz që kanë kredibilitetin për të ndërmarrë asnjë lloj aksioni për të reformuar Partinë Demokratike. Kështu që Partia Demokratike është peng, pra të gjithë janë peng tek Berisha, të gjithë kanë lënë personalitetin e tyre tek Berisha dhe duke qenë se askush nuk mund të besojë të shkojë pas njerëzve të cilët s'kan kredibilitet, ajo parti është destinuar të qëndrojë tek Berisha. Ka edhe nga ata që konsiderohen me integritet, për shembull, nuk po përmend emra, po që privatisht e thonë që nëse largohet Berisha seriozisht që PD-ja bëhet më keq se ç'është. Kjo është një justifikim pse ata nuk nisin. Duket e besojnë vërtet këtë sepse e thon jashtë kamerës, e kam fjalën. Po, jo më e thënë dhe para kamerës, domethënë shumë prej tyre e thënë para kamerës. Disa e thonë jashtë kamerës sepse më ju vjen zor ta thonë publikisht, sepse nuk është diçka që e kam kuptuar që e besojnë vërtet. Domethënë, më fal, një sekondë, si mund të bëhet më keq se ç'është? Shpërbëhet. Domethënë, Berishën e shohin nëse një parti shpërbëhet, nëse largohet një plak 81 vjeçar i shkatruar nga të katër anët dhe që nuk ka asnjë të armë politike, atë çfarë parti është? Domethënë si mundet që një parti të mbajë shpresat tek një person i cili nuk ka mosh realisht për të ardhur në pushtet. Sepse jemi në 2025-ën, ai është 81, po shkon për 82. Ai do fillojë të garojë mbas 4 vitesh kur të jetë sa 86 për 85 për 86 për të qëndruar deri në 90 vjeç kryeminist nëse fiton. Kjo është çmenduri. Dhe si mund një parti të thotë që po iku ky, na shkatrojnë. Po atëherë shkatrojnë që tani të paktën ta lëm tokën djerë se ndoshta mbi diçka e re. Dhe nuk kemi se qëndrojmë peng, të qëndrojmë të mbërthyer në agoni të pafund për një gjë e cila dukshëm nuk mund gjallë. Sheti potencial aty që mund të ishte një drejtues i mirë për shembull, nëse do të supozonim që do të bëhej vërtet një garë.
për një drejtim të ri të Partisë Demokratike. Aty mund të ketë potenciale të cilët mund të ishin drejtues të mirë, por do ishin drejtues të mirë nëse nuk do kishin pasur këtë histori politike që ju ka prodhuar të paktën ky 3 vjeçar. Ky 3 Lidhja vjeçar. me Berishën thua. Ky 3 vjeçar e ka shkatruar keq Partinë Demokratike, jo se ka qenë e ndërtuar, po të paktën disa njerëz kanë pasur një gjysmë me emri. Në momentin që plasi lufta, këta vetë u sulmuan mes njëri tjetrit. Këta vetë u nxorën njëri tjetrit horrliqe që nuk ja kanë nxjerrë Rama. Dhe nga ana tjetër pastaj, mbasi u sulmuan dhe çfarë nuk shanë e përshtyn njëri tjetrin, u puqën bashkë, u bën vëllezër në emër të bashkimit kundër Edi Ramës. Njerëzit nuk mund të pranojnë dhe nuk mund të shkojnë nga pas kur shohin këtë mungesë të thellë serioziteti dhe ndershmëria të paktën me veten apo dhe me publikun. Pra kur ti përshtyn, pastaj lëpin, pastaj përshtyn, pastaj domethënë nuk mundet ti të jesh më i besueshëm dhe atë besueshmëri që mund të kesh pasur ose atë emër, reputacion që ke pasur, e ke humbur. Dhe praktikisht këtë ka bërë Berisha. Berisha ju ka marr fytyrën të gjithëve atyre që ka rreth rrotull dhe ata pa fytyrë s'kan çfarë bëjnë më, janë të detyruar të qëndrojnë tek ai që ka fytyra në sirtar, domethënë dhe prandaj kjo parti është peng i këtij personi. Unë besoj që vetë baza duhet ta kuptoj këtë, vetë baza duhet ngrihet, pra individ ndoshta brenda bazës duhet ta ngren këtë dhe ata duhet t'i tregojnë vendit Berishës se pa këtë nuk mund të ketë opozitë, nuk është çështje që kemi në inat Berishën apo jo, domethënë është ekuacion është themi me detyrim dhe përcaktim kjo gjë. Nuk ka alternativë. Pse baza pra, se këta janë sepse baza gënjehet, siç është gënjur gjatë gjithë jetës, me idenë që shiko, po të shohësh çfarë ka bërë Berisha qen kur u shpall në ngrata. Ne do fitojmë, ne do mundim sepse është tradhtari Basha që ka bërë këtë dhe u grumbulluan e gjithë energjitë kundër tradhtarit Basha. Okej, luftuan me tradhtarin Basha, e fituan etj. Dhe gjatë gjithë thosë që do kthehet, Amerika do bëhet me ne do marrim vulën, ne do morëm vulën, dakord, por Amerika s'u bë kurrë me këta. Ne do të fitojmë kurrë, nuk fituan dot. Pra të gjitha stacionet që kanë thënë, nuk e kanë dalë siç kanë thënë. Berisha nga një gënjeshtër ka prodhuar një gënjeshtër të re, nga kjo gënjeshtër e re një gënjeshtër. Janë shumë vite për të vazhduar të besosh gënjeshtrën nëse është kështu. Kanë 35 vjet që besojnë këtë gënjeshtër. Berisha ka gjithë jetën që shpik nga një Pastaj, gjë. Tani më fal. Për shembull, Berisha tha, do kthehemi me revolucion. Do bëjmë protestat më madhështore që ka njohur ndonjëherë Shqipëria. Këtë e thoshte kur filloi foltoren. E bëri foltoren, mori partinë, nisi protestat, s'ishin asnjë pesta e atyre që bënte tradhtari Basha. Domethënë nuk çfarë pastaj tha që jo, nuk e bëjmë protesta, po ne do bëjmë mosbindje civile në parlament. Shkuan bëjmë mosbindje civile në parlament, çiç asgjë. Than nuk do hym zgjedhje sepse Rama i vjen zgjedhje dhe ne do hym në një qeveri tranzitore, pra domethënë do bëjmë një qeveri teknike për të shkuar zgjedhje. Nisën bën ato, asë bën hyn pastaj zgjedhje, se thonë me zgjedhjen ne do të mundim, shkon në radhë dhe zgjedhje, çfarë do, gjithë ai ka provuar dhe këta vazhdojnë besojnë që me këtë do, pastaj thanë jo po Trumpi është kthyer, jo po ka ardhur Vitaja. Të gjitha këto prapë rezultuan gënjeshtra, të gjitha rezultuan dështim dhe ata vazhdojnë shkojnë ecin në këtë rrugë të dështimit sepse tashmë ka një gënjeshtër të re që ata e besojnë që Europa nuk do njohë zgjedhjet. Çmenduri sepse Europa këtu ka njohur çdo zgjedhje që është bërë. Europa ka njohur edhe në zgjedhjen në 96-ën që ka dashur të njohë, vetëm disa zona i tha Berishës përsëriti. Domethënë nuk mundet që Europa në momentin që ka hapur rrugët negociatat për të hyrë në BE, të mos të njohë ty zgjedhjet dhe kujt mos ja njoh një person i cili është në ngrata dhe i cili nuk e njeh si partner ndërkombëtar. Asnjë ambasador nuk e pret zotin Berishën. Pra do bëj gjithë këtë për një person i cili nuk e konsideron partner. Nuk e di kush, këta vazhdojnë të hanë këtë gënjeshtër, dhe çfarë them dhe në momentin që vazhdon ta hanë, situata do vazhdoj kështu, sepse gënjeshtrat nuk mbarojnë, do shpikin një tjetër kur dështoj edhe kjo. Në zgjedhje, Berisha për shembull, Partia Demokratike ka marrë mbi 400.000 vota. Ky elektorat me mbi 400.000 vota nuk janë pak për këtë situatë në të cilën ndodhet PD-ja. Pse nuk e mbështesin Berishën PD-n në një revolucion kundër pushtetit? Pra ne sa herë thirrën protesta, mosbindje civile, ne nuk kemi parë që ti përgjigjet ky elektorat. Sepse pyetja është, atëherë pse e kanë votuar? Apo nuk janë nga ata që sakrifikojnë deri aq sa të dalin në rrugë? Këto 400 apo 500.000 vota nuk janë votat Berishës. Dhe po të shohësh, gjithë kjo ky ngërç i madh ka ardhur sepse Berisha nuk është se ka vota personale. Berisha thjesht është aty personi i cili mbledh ca njerëz dhe i vendos ata në diktat dhe krijon një lloj kompaktësie për PD-n dhe kaq dhe turma e tij militantëve besojnë tek ai si një perëndi. Por në fakt ai po të ishte kështu, nuk kishte nevojë për të marrë as vulën, sepse do kishte dalë vetëm
nëse i ka votat e veta dhe do fitonte këto 400 apo 500.000 vota sa e ka. Por nuk është kështu. Berisha do që të jetë në opozitë si lider i vetëm i opozitës dhe prandaj dhe sulmon partitë e tjera, prandaj ka qenë kundër partive të reja, prandaj bëri edhe një kod elektoral i cili i dha Ramës mandate plus, vetëm mos shkonin mandate tek partitë e reja, sepse Berisha si duhet opozita ekskluzive. Në momentin që e ka ekskluzive, ai luan këtë lloj politike, t'ja u zë kokën me derë demokratëve apo të djathtëve apo opozitarëve. Pra, o mua o Ramën. Dhe sigurisht shumica e tyre që kanë votuar Berishën nuk është se kanë votuar se duan Berishën, e kanë votuar se nuk duan Ramën, sepse nuk mund t'ia japin votën një qeveri kaq korruptuar sa kjo e Ramës. Dhe në këto kushte pastaj një pjesë e mirë tjetër elektoratit s'ka shkuar të votojë as Berishën, pavarësisht se nuk e do Ramën. Pra ajo çfarë ka bër Berisha është sigurisht i ka kapur shumicën e votave, po ka lënë jashtë gati gjysmat e votave demokratëve të cilët kanë munguar, gati 300.000 vota i kanë munguar demokratëve sot në zgjedhje. Dhe sigurisht që edhe këta që të kanë votuar nuk mund të dalin, të sakrifikojnë për ty, të dalin për mitingje, të dalin për çfarë? Për interesat tua personale, që ti të mos japësh llogari para spakut, që ti ta përdorësh opozitën si barrierë ndaj hetimeve që kërkojnë llogari për qeverisjen tënde kur ke qenë në pushtet. Domethënë për çfarë duhet njerëzit ta bëjnë këtë sakrificë? Dhe sigurisht që mitingjet e Berishës kanë ardhur duke u tkurrur, kanë qenë gjithmonë më të pakta sepse njerëzit e kanë kuptuar që ky nuk e ka seriozisht. Ky nuk ka luftë me Ramën, ky ka luftë për mbjetesë personale ndaj shpallës non grata 1 dhe ndaj hetimeve që po bën prokuroria speciale e drejtësisë reformuar. Do të prodhoj gjëri numrimi në disa qarqe dhe çfarë do të tregoj, sepse mund të dalin edhe që ka vërtet parregullsi, po kush i ka bërë këto, i bie që lufta brenda llojit pastaj. Po sigurisht. Demaskohet kjo pjesë, çfarë do të ndodh kjo? Unë nuk besoj që numërimi do sjellë ndonjë ndryshim të madh në numërimin në kuptimin e ndryshimit midis PD-s dhe PS-s, rezultati midis dy palëve, por ajo do të tregoj një farsë tjetër elektorale, të cilën ne kemi marrë me mend gjithmonë, unë e kam besuar që kështu do jetë, ku palët i vjedhin vota njëri tjetrit.